thua ju ti atyre o Muhammed, është ai Allahu juve i cili ju shpëton prej rreziqeve, prej çfarë do lloj momenti të ngushtlëkut kur jeni në siklet, pastaj ju prap posa të largohet rreziku sikleti, ju prap vazhdoni t'i bëni shoq Allahut waliadhu billah, dhe në këtë formë ju e harroni mirënjohjen dhe falënderimin ndaj Allahut, vazhdoni me arrogancën dhe përbuzjen tuaj. Imam Tabariu rahimahullah kur e komenton këtë ajet, thot në momentin kur ata shpëtojnë prej atyre rreziqeve, siç e përmendëm ajetin 63, prej errësirave dhe rreziqeve që ju kanosen qoftë kur ata janë udhëtar në tokë apo kur lundrojnë në ditë, momentin kur shpëtojnë, atëherë atë është ai Allahu ata që i shpëtojnë nga ai momenti vështirë, mirë po prap kur kalon rreziku, ata e vazhdojnë avazin dhe rrugën e tyre të vjetër, rrugën e jo mirënjohëses, rrugën jo të falënderimit ndaj Allahut te baraka wa taala. Prandaj Allahu dhul jalal e përmbyll këtë ajet, thot thumma antum tushrikun, ju pasi kanë ajo gjendje vështirë, prap ktheheni në rrugën e vjetër të gabuar dhe i bëni shoq Allahut te baraka wa taala. Demek, pasi Allahu ju shpëton, pasi Allahu ju kthen në jetën normale, tek familjarët, tek dashurit tuaj, tek puna juaj, ju prap ktheheni në rrugën e gabuar të idhujtarisë, jo mirënjohjes dhe arrogancës. Dhe për fat të keq, ata në këtë gjendje, sikur këtë shpëtim ja atribojnë idhujve, apo fatit, apo që rastësisht shpëtum, apo forcës së tyre ndonjëherë, dhe harrojnë se është fuqia dhe forca Allahu te baraka wa taala që i shpëtojnë nga rreziku që ata më herët kanosej jeta e tyre nga rreziku. Dhe Imam Tabariu thot kjo është një padrejtësi e madhe që vjen nga ky soi i njerëzve, nga se është krejt e pakuptimt dhe jo e pranueshme me haru shpëtimtarin pasi që njeriu shpëton prej rrezikut që ai e ka përjetuar dhe e ka ndi.